Leximi i deklaratës dhe i gjuhës trupit Limajt u duk pak e relaksuar? Drejtën me ta thonë, para publikut tonë nuk kanë zirë se para atyne hokatarëve rusë kanë zirë bëllë. Gashi ishte duke folë, po? Zoti Limaj si gjatë tregon që kur to presioni madhë, sepse është presioni madhë ndaj tina, se nuk ka qenë në kësi pozicioni ta quaj kingmaker, ma herët, këtë heri i ka ardhë kështu të befas roli i kingmakerit edhe si pas këndvështrimit tim mjaft mirë përballon presionin nga gjitha anët, nuk preashtoj mënyrë diplomatike as një kombinim. Këtu jemi. Këtu jemi për të gjithë edhe për me i kalu krizat parlamentare. Kjo, po që është korekte edhe as pak tratuse ndaj qoft ish opozitës deri dje, qoft nesër pozitës. Pra e ka qëndrimin parimor, si pas te? Super parimor. E ka qëndrimin legal dhe legjitim, Po, zoti? legal gjithqysh edhe legjitim, po, sepse lufton për mbjetesë politika, ajo është politikan profesionist. Dhe kjo është krejtësisht në Rallin ata që janë politika profesionist. Problemi ako parime s'ka heq. Kush? Në qitë loj, parime, as një loj parimi nuk u përfil, as programatik, as ideor, as ideologjik, as, në më onë, në kuptimin asoj... Cili parim po dash ka me halit? Ka dalë që duhet... Parimi mos me him pushtet, pse merë pjesë partia